Qeveria tallet me pensionistët. Në fushatën e shkuar zgjedhore, Edi Rama premtoi pension mesatar prej 400 eurosh në vitin 2029. Që ky premtim bëhet realitet, do duhet që sot pensioni mujor i pensionistëve të rritej me 55.000 lekë vjetra. Mi bën fakt, duke dhënë bonusin, Edi Rama mundsoi një rritje mujore pensionesh me vetëm 10.000 lekë vjetra. Pensionistët shqiptar janë më të varfrit në Evropë. Shteti shqiptar shpenzon për çdo pensionist 1/10 e shpenzimeve të vendeve mesatare të Bashkimit Evropian. Për shkak të informalitetit frikshëm punë, pensionistët që dalin sot pension marrin një pension edhe më të ulët se ata që kanë dalë dje në pension. Po ashtu, për shkak kapjes shtetit, Edi Rama dhe qeveria e tij kanë para, kanë miliarda euro për t'u dhënë oligarkëve, por nuk gjejnë para për të vendosur një nivel dinjitos pensionesh. Po ashtu, për shkak të korrupsionit, ka para që të vjedh Edi Rama, Belinda Balluku, Erion Veliaj, e të gjithë ata që kanë qenë në pushtet prej 13 vitesh, madje edhe ata që kanë qenë në pushtet më herët, por për pensionistët nuk ka. Pensionistët shqiptar nuk kërkojnë lëmosh, por kërkojnë drejtësi. Ndaj, ditën e njëjtë, në ora 10, këtu, te Kuvendi i Shqipërisë, ne do të mblidhemi një protestë të madhe me pensionistë, me shtresa nevojë, me punëtor, me bizneset vogla, me njerëz që duan që vendi ynë të transformohet për mirë, për të vendosur disa kërkesa bazike për Kuvendin e Shqipërisë. Në radhë të parë, ne kërkojmë vendosjen e standardit minimumit jetik, në mënyrë që asnjë pension të mos jetë poshtë këtij standardi të minimumit jetik. Po ashtu kërkojmë pensione dinjitoze që shpërblejnë hakun e punës mbi 40 vjeçar të gjithë pensionistëve në Shqipëri. Nga ana tjetër, kërkojmë masa sociale dhe ekonomike që do të ulnin kostot e jetesës në Shqipërinë e sotme. Por nuk është për t'u harruar, nga ana tjetër, edhe kërkesa e minatorëve dhe ish minatorëve për miratimin e statusit të tyre. Në Shqipëri, status kanë disa kategori shoqërore, por më të munduarit, ata që kanë punuar me kokën në rrezik, sot nuk e gëzojnë statusin e tyre. Përpara Kuvendit të Shqipërisë, aty ku 2 vjet e ca më parë, me konsensus të plot, PS-PD u miratua dyfishimi i pagave të deputetëve, të ministrave, të kryeministrit, të presidentit, ne kërkojmë zë lartë rritjen e pensioneve, vendosjen e minimumit jetik dhe drejtësi shoqërore. Prandaj më lejoni edhe një herë t'ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar që ditën e njëjtë në orën 10 na bashkohen këtu te Kuvendi i Shqipërisë dhe ta ngrem zërin deri në kup të qiellit. Jo lëmosh, drejtësi shoqërore.